Tjetra, koalicion me kë. Ne I ofruam koalicion Lidhës Demokratike të Kosovës. Kryetari I Lidhës Demokratike të Kosovës ka qenë ministër kur unë qenë kryeministër. Ka qenë ministër I infrastrukturës. Ne kemi bashkëpunuar. 2 herë I kemi dërguar letër për takim, edhe me 30 prill, edhe me datën 5 maj, nuk ka pranuar as takon. Se ne mund bashkëpunim. Ne dikun e kemi PDK-n ende në për administratën publike, ende dominon në për media, ende dominon në sistemin e drejtësisë, dhe nuk e kemi konsideru të udhës një letër të tillë për PDK. PDK duhet të ndodhë reformë. Me thonë drejtë, nuk ka ndodhë reformë. Aty po ndodhë ndërrimi I fytyrës së kryetarit. Po gjithmonë kryetari është dikush që s'është kryetar. Po, është e vërtet që kryetari I ri I PDK-s tha nuk kam vijat fuqe. Po kur na ftoi presidentja me diskutu një seancë të fundit para se me shpërndar vendin. Edhe na tha kështu. Hajde shkojmë Kuvendin e Republikës, ta votojmë buxhetin për 3 komuna Prishtinë, Gjilan, Zëvendër. Ta votojmë buxhetin për televizion e Kosovës. Ti votojmë 3 marrëveshje ndërkombëtare për bankën botërore. Ta votojmë planin e rritjes bashkimit evropian. Dhe ka kërku prej meje që me hjek dorë për votimit të buxhetit 2026, që është pika që ka më shumë të përqepë, është buxhet 4 miliard, tha të votojmë veç në 12, I pari prej opozitës që doli dhe tha, jo, ke kryetari I ri PDK-s. Ne po thëmë, Alen, kuptoni dhe më thonë, ka njëherë një dison rrime që mos me bos ndryshim. Se ta shtet, mos me mrua emrin e njeriut edhe fytyrën e personit, po nëse qëndrimit edhe identike nuk po ndryshon situata. Edhe këta nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë qeverive. Po krejt çfarë dëshironin të bënin, është që të mos e bëjmë ne qeveri. Në farë mënyre, në kushtet kur nuk mundishin mu gëzu me suksesit e veta, dëshiroshin gëzoheshin me mos suksesin tonë. Nuk e deshtën Albelenën, nuk më deshtën mu, nuk e deshtën Glaukun, shkojmë zjedhe prapë që në mu.